Sulmuesi i Shqipërisë, Ernest Muçi, është larguar nga kombëtarja, teksa grupi nën urdhrat e trajnerit Sylvinho po kryen seancat përgatitore në Valencia të Spanjës. Arsyeja ka të bëjë me dëmtimin e 25 vjeçarit. Njoftimi ka ardhur nga vetë FSHF-ja, përmes videos në platformën YouTube. Muçi nuk do të jetë në gjendje për ndeshjen kundër Ukrainës, e cila do të mbahet të martën. Ende nuk ka një informacion të qartë se për çfarë dëmtimi bëhet fjalë, ndërsa lojtari do të kthehet te ekipi i Trabzonspor. Në duelin Karshi-Polonis në Varshavë, ish sulmuesi i Tiranës ishte në fushë vetëm për 8 minuta, jo në gjendje të ndryshonte fatet e atij takimi. Trajneri i kombëtares shqiptare Sylvinho doli në një konferencë për mediat pas humbjes kundër Polonisë. Ai u shpreh i zgënjur për rezultatin, por jo për paraqitjen e lojtarëve tanë. Ndër të tjera, braziliani vuri edhe një herë në pa cilësitë e polakëve dhe në fund deklaroi se po paguajmë një çmim të madh që nuk e mbyllëm ndeshjen në kohë. Jam i zgënjur për faktin që nuk arritëm të mbyllim ndeshjen pas shënimit të golit, por nuk jam i zgënjur dhe nuk më ka mbetur peng loja. Jam shumë krenar për lojtarët, atë që ne kishim menduar ata e bën në fushë. Kemi pasur një ndeshje kundër Polonisë, një skuadër që është mësuar në Europian, botëror, ka lojtar të nivelit të lartë dhe po ashtu një trajner shumë të mirë. Praktikisht, në 12-15 minutat e para, e prisnim që të bënin shumë presion, por qëllimi ynë ishte të rinisnim dhe arritja në zonën e kundërshtarit dhe arritëm të shënojmë. Ata nuk kanë në fakt vetëm 2-3 lojtarë të mirë që luajnë për skuadrat më të mira të botës, por në fakt të gjithë lojtarët janë të nivelit të lartë fizik. Është mëkat që nuk arritëm dot ta mbyllnim ndeshjen, por futbolli është i tillë dhe kjo ndodh në një finale të Championship ose në Kupën e Botës. Jam i zgënjur që nuk arritëm dot të shkojmë përpara se vërtet kishim mundësi. Me gjithë respektin për skuadrën polake dhe trajnerin, por besoj patëm mundësi të ecnim përpara. Në fakt jam i trishtuar dhe i zgënjur për rezultatin, por luftuam kundër një skuadre shumë të fortë. Nisëm punën tonë që nga janari për këtë ndeshje. Kontrata është deri në muajin korrik dhe më pas do të vendosim. Ka qenë një rrugtim prej 3 viteve ku ka ndodhur çdo gjë. Ka pasur lojtarë që kanë luajtur 90 minuta të dielën dhe mërkurën, ka pasur lojtarë që nuk kanë marrë minuta fare dhe pas skuadër fare. Ajo çfarë ka bërë diferencën është se kanë bërë mirë për ne. Jemi një skuadër në rritje. Jam krenar për mënyrën si janë prezantuar në ndeshje. Ata lënë çdo gjë në fushë dhe kanë kënaqësi për të përfaqësuar Shqipërinë. Kemi edhe 24 orë kohë për të menduar. Kemi një udhtim drejt Valencës, ku do të ndeshemi me Ukrainën. Kemi ndeshje të rëndësishme. Do të mbyllet ky cikël, do të vijë momenti. Performanca e pjesës së dytë nuk ishte si e para. Pas atij 15 minutëshi luajtëm mirë. Polonia bëri kundër sulme dhe u mbrojt. Në pjesën e dytë patëm një shans për ta mbyllur ndeshjen, por është e vështirë. Nuk jam i zgënjur për paraqitjen e lojtarëve. Kam respekt për Poloninë. Ju riktheva një ndeshje të para 4 viteve. Nëse do të bënim golin e dytë, do të ishte e vështirë për ta. Është një ditë e trishtuar dhe paguam një çmim të lartë në momentin që nuk arrim të shënojmë, deklaroi ai.